në qoftë se ka oficer, nën oficer, policë, veçanërisht policë, se oficerët ishin gjithmonë ndryshe, kanë bënë një gjë që s'duhet, i kanë tikalu kompetencat e veta. Akoma më keq qoftë se kanë përdorur dhunë, ta shtrinë dorën e faljes. Falja tregon forcë, tregon dije, tregon kulturë. Gjatë 35 viteve të tranzicionit, përveç Liri Belishovës, asnjë ish funksionar i lartë i diktaturës nuk kërkoi falje për dhunën dhe për ndjekjet që kreu regjimi. Por një hap personal i një grupi ish punonjësish të burgut të Spaçit ka dhënë një mesazh të qartë pajtimi. Në një aktivitet të mbajtur nga organizata tek bunkeri, ish përfaqësues të strukturave drejtuese ndan kujtime të kohës dhe reflektua mbi të shkuarën, e cila edhe pse sipas tyre nuk mund të zhbëhet, të paktën mund të punohet që ajo mos të përsëritet. Unë kërkoj një falje kolektive, individuale s'kam punuar asnjëri, por kërkoj një falje kolektive me të gjithë stafin që ka qenë këtu, për gjithë stafin që ka qenë këtu, policë, oficer, administrat, civile, të gjithë që këtu është ushtruar një dhunë fizike dhe psikologjike, dhunë më skandaloze. Dhe kjo, nga historia që na tregojnë paraardhësit tanë, ai për shembull, pas revoltës 73-shit, këtu ka qenë ushtruar dhuna sistematike. Rrëfimet e ish punonjësve erdhën nëpërmjet ekspozitës Maskat që zbulojnë. Ajo solli 35 maska të portreteve të ish punonjësve të administratës dhe 6 ish të burgosurve politik, të shoqëruara me dëshmi autentike zanore. Lek Filaj tregon për një akuzë jo dëmtuese sipas tij, që kaloi thjesht me vërejtje, por siç e cilëson dhe ai, frika ishte. Kam bërë seleksionim që quhet të materialeve, vjetësina, të ushtarëve dhe puste e vjeta që ne kishim për t'i djegur me komision, kam rrujt 5-6 parë nga ato, edhe kam dhënë disa ato të numrit që ishin punojës pastrues. Pa arsye se rishin nuj, por mos pas furnizimit tjerë, domethënë që u shërbet e punës. Dhe në fund kam pas një akuzë që më kanë thënë një të i bërë të nurit ushtarë. Gjatë aktivitetit u mbajt ajo që quhet bibliotek njerëzore, ku të ftuarit patën mundësi të zhvillonin biseda të drejtë për drejta me ish të burgosurit dhe ish të dënuarit politik, mbi përjetimet e atyre viteve të errta. Më thirrën me dhënë mas që ke zbut luftën e klasëve. Me rëmën, përse vetëm se i futan të dënuarit të shohin sportin, sidomos se majmëcisht kampionati evropian ose motorën me di, edhe shikori një festivalin e aktivitetet artistike. Më dhanë edhe më përnë bitnat e biografin, vlerësimin e punës, që është korrekt, i disiplinuar e kështu, por në marrëdhënie me dënuarit ka zbut luftën e klasës. Shiu dhe rënojat nuk i ndalojnë ish të burgosurit të rikthehen her pas here për të mbajtur gjallë të vetmin institucion legjitim që ka sot Spaçi, kujtesa e tyre, e cila kalohet në brezat e rinj vetëm në ditë si kjo e sotmja, vetëm në ditë aktivitetesh kulturore. Unë vetë për vetë, që fillim nga, nuk kam lojë ditë me gjithë një majnë. Kimi ara vjen, arë të shoqatën në mojë më fokon e bitë. Unë e sot jem kështë, sot qëndroj. Jam 84 vjeç, i mosh 85 mëne për vitri.